Njëri prej hoxhallarëve tregon dhe thot një aksident kishte ndodhur në një rrugë ku një makinë e vogël vetur ishte përplasur me një kamion. Kishte marrë flak makina e vogël, mblidhen njerëzit kur subhanallah del shoferi, të gjithë menduan se tashmë edhe ai do të ishte dëmtuar, por jo. Thjesht disa copa xhami kishin rënë në rrobat e tij dhe doli pa asnjë cënim. Njëri prej të pranishmëve i drejtohet dhe pyet, thot, çfarë pune ke bë që të ka rujt Zoti? Tha, unë nuk kam shumë që kam filluar një punë të re. Por rrogën e parë që mora, tha, shkova dhe për t'i bërë shefin nënës time ja dhash një pjesë të saj ja dhash asaj. Pra një pjesë të rrogës ja dhash nënës time. Dhe ajo tha e boni i lutje. Pra që Allahu i lartësuar të më ruante dhe të më jepte pra begati i mirësi. Subhanallah. Ndoshta një lutje që mund të bëj nëna jote për ty. Ndoshta një lutje që mund të bëj babai yt për ty. Mund të jetë shkak ajo lutje që ti të shpëtosh nga fatkeqësi këtë botë. Mund të bëhet shkak ajo lutje që ti në botën tjetër të fitosh xhenetin. Vlla dhe motër, kujdesu për prindrit e tu. Mundohu ndoshta me një dhuratë vogël, ndoshta me një buzëqeshje, me një fjalë të mirë. Ndoshta prindrit e tu mund të jenë mosh, ndoshta ndonjëherë edhe mund të rëndojnë me ndonjë fjalë, por ata janë prindrit e tu. Ajo është nëna jote, ajo është babai yt. Mundohu të fitosh kënaqësinë e tyre, sepse Zoti i gjithësisë kënaqet kur kënaqen prindrit e tu. Kuptohet për një hadith të profetit alayhis salam se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Lutja e prindit për fëmijën, subhanallah, i ka dyert e qiellit hapura. Elusë Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që i respektojnë prindrit. Amin.